Pse jemi larguar kaq shumë me njëri tjetrin si shoqëri? Çfarë është fut mes domethënë që kanë larguar? Jo vetëm me shoqërinë, po edhe me të afërmit tanë. Është fut më tepër paullësia, largimi nga rruga e Zotit. Largimi nga rruga e Zotit. Po kjo është largimi nga mësimet, nga familja, nga ajo s'po duan më familjen o botë që thot merr mund për shembull, gose më thot dikush që ora thot mund më hap sy thot për në nusë për çon tani thot ke në një të I thosha po ko martesë s'ku po merret vesh më po jo më thot më kshon po të besoj ty thot po ne di thot që bën I zjeth e një thot po ne po them ty thot se folë me dikon. Vështirë. A jam thonë, thot ik thot unë s'doroj dot mamin tem thot në shtëpi do doroj unë atë thot. Më thon një atje, domthon në punë. Ku ishe ke puna? Po, e qartë. I thash unë atij shok ku ngjo goca me shok pune. Ku e pata. Po ato thonë thot moja po ik thot s'doroj dot mamin tem doroj atë unë thot vjerë jo kështu po ashtu po ti shtëpi veç po. I thash po a do bësh me fëmijë nesër ti si do t'i lef ju fëmijë vetëm si është rritur shumë numri I të rinjve që nuk martohen. Po se s'kan nuk duan për më edukat. Për çfarë arsye? I shmangin përgjegjësisë, nuk duan përballë me përgjegjësitë, me jetën. Po kështu pra kjo është puna që janë bë vetëm duan pasurinë, edhe zonat si gjotë, vetëm të kenë parat, kenë makina dhe kaq këto e bëni droga, llafet e shumta, edhe shteti, investimi që bëjnë to. Investimi, Epstein, si e ka ato? Epstein. Kjo për është. Po njëta gjë është gjithani si Epstein. Kështu për hapet, pa kanë punu ato për hapet edhe që për hapet. A bashkë për hapet. Ka zënë vende në shoqërinë tonë Shqipëri, absolutisht, po jo, po është në Filiza. Në Filiza për kështu se zajapi kjo fillim rezultatin. Fillon, hapet. Kjo është në shkatërim shoqërisë. Shkatërimi shoqërisë. Kjo pra është. Ku t'ja vë më shumë fajin ti që nuk po ndodh kjo lidhja, domethënë që nuk po krijojnë familje të reja, ja vë më shumë fajin, kanë më shumë ato kanë dëmtuar femrat apo meshkujt? Kush po të pauzuarit. Nuk mund të ndash dot. Po jo, edhe femrat. Ku anon më shumë? Kush nuk duan më shumë femrat apo meshkujt? Kush nuk duan më shumë marrin përgjegjësi që të martohen? Varet nga edukata pra. Nga shohem ashtu edhe ashtu ka, se rob Zoti është edhe femra dhe mashkull. Po familja çfarë roli ka luajtur? Bile nona është më, femra është më ashtu, se Zoti ka vlerëse. Edhe profeti unë jam I fesë muslimane, profeti ku po hypte në hutbë me dhonë ato, mësime dhe do mund të bënte ose deklarimi që do bënte para ditë, I tho bismillah po hyp të shkallët, o Zot falë nonën tem, o Zot falë me Zot ulet, o Zot falë nonën tem, o Zot falë nonën tem, në fund herën e katërt o Zot falë babën tem. Një nga shokët e kishin një gjuhë të poshtë, në fund mbasi mbaruan vetëm e pyet, o profeti Zot pse thë, falë nonën tem, falë nonën tem, falë nonën tem, thë. Dhe herë thë babën. Thë 3 herë për nonën dhe falë nonën tem 1 herë për babën. Për babën. Pse thë kështu 3 herë thë për nonën thë o Zot falë nonën tem se më ka bajt 9 muaj në bark. Kishte qenë baba zamatë 9 muaj. 4-5 muaj da hutët kishte qenë mashkull. I ka bursa më çmeni këta dëmojnë se fëmijë mo do hatë, ke parasysh brenda. Po nonat janë më gjona, nona është durimtare. Durimtare ka vënë Zoti, si pa veçanta. Patjetër. Mos ne thot 2 muaj thon, domethënë që 9 muaj thon majti, o Zot falë nonën teme, se ka sakrifiku, ka dhënë nga ushqimi vet që hante vet, I ka dhënë atje. Se I gjallë është në fëmijën në barkun e nonës, po se di për jashtë është ka baba për nonë. Kurse ne duam me I pa gjithë, shep jo fëmijën në barkun e nonës, ka baba nonë, pra, ne duam të besojmë. Falë nonën teme o Zot, sepse ka dhënë 2 vjet gjë. Nga ushqimi vet që hante vet, gjithë nga esencat e më të mirë ka dhënë gjë, qumshi nonës. O Zot falë nonën teme, sepse më ka dhënë me hongër 2 vjet derisa kam filluar me hongër vet. Edhe o Zot herën e 4, o Zot falë babën tem sepse ka punuar gjithë jetën në për fushat e në për arët tani ku kanë qenë në për punë dhe ne ka punuar më kam harë bukë shtëpia. Kjo është o Zot subhanallahu alhamdulillah, domthon Zoti është më I madh. Kjo është falënderimi I takon Allahut dhe lavdërimi takon Allahut që krijuesi I gjithësisë, mëshiruesi I gjithësisë, dhe furnizuesi I gjithësisë. Se s'do mojmë jo me vete, këtu do të lëmë gjitha, po kot është mania, është nepsi robit, nepsin e ka të madh robit sepse I pangop. Ai që beson Zot e din që do vdesi ditë. Se si dihet kur vdes. Ngrem tuk aty un tak vdes, mbaroj. Pse? Po